Gjeneta Fetahu ka treguar hapur se ndjenjat për gestin nuk janë shuar, pavarësisht kohës dhe distancës që i ka ndarë. Ajo ka rrëfyer se dashuria që ka pasur për të ishte e vërtetë dhe e thellë, një ndjenjë që e ka ndjekur në çdo hap të jetës. Sipas saj, edhe pse ka provuar të ecë përpara, kujtimet dhe momentet me gjestin i rikthehen shpesh në mendje, duke e bërë të kuptojë se ende e do me gjithë shpirtin e saj. Megjithatë, Gjeneta nuk e ka fshehur as dhimbjen që ndjen për veprimet e tij. Ajo është shprehur se shumë herë është ndjerë e lënduar, e zhgënjur dhe e pavlerësuar, sidomos në momentet kur kishte më shumë nevojë për praninë dhe mbështetjen e tij. Sipas saj, disa nga sjelljet e gjestit kanë lënë plagë të thella në zemrën e saj, plagë që nuk janë shëruar ende, por që përpiqet t'i pranojë si pjesë e një historie të bukur, por të dhimbshme. Në një moment të sinqert reflektimi, ajo ka theksuar se dashuria e vërtet nuk shuhet kurrë, por mund të ndalet për pak kohë për të kuptuar më mirë. Pikërisht për këtë arsye, Gjeneta ka shprehur dëshirën që një ditë, kur gjesti të ndjejë se është gati, ata të kenë një takim sqarues. Një takim që, sipas saj, nuk ka për qëllim të rikthejë detyrimisht lidhjen, por të qartësojë gjithçka që ka mbetur pezull mes tyre. Ajo ka thënë se nuk kërkon as falje e as premtime, por vetëm një bisedë të qetë, ku të dy të mund të flasin hapur, pa zemërim e pa fajsime. Sipas Gjenetës, kjo do të ishte mënyra më e ndershme për të mbyllur ose për të rifilluar një kapitull që i përket të dyve, me respekt dhe ndjenja të vërteta. Në fund, Gjeneta është shprehur se pavarësisht gjithçkaje, e do mirëqenien e gjestit dhe shpreson që ai të gjejë paqen që kërkon. Ajo beson se kur dy njerëz janë lidhur nga dashuria e pastër, edhe nëse ndahen, një pjesë e shpirtit të tyre mbetet gjithmonë e bashkuar.